Të ofruar LDK-s 3 ministri, përfshirë Ministrinë e Punëve të Jashtme si dhe të qenurit zëvendës kryeministër i parë, pra Abdi Gjiku tjetë zëvendës kryeministër i Kurtit, si dhe postin e kryetarit të kuvendit, si e pat ju këtë ofertë? Për kryetar kuvendit kanë nga LDK-ja kishte propozuar Kurti, sepse ai do të thonë ofertën e ka bërë me gjithë emra, nuk i ka lënë hapësirë as LDK-s nëse LDK-ja do të donte të pranonte një marrëveshje të tillë që ata t'i propozojnë emrat. Pra ai ka propozuar edhe emrat se me kënd do donte qeverisë. Unë mendoj që nuk ka qenë fare serioze nga ana e Kurtit, jo vetëm oferta për LDK-n, po e gjithë qasja. Nëse ju kujtohet në fillim, ai thonte se nuk dëshiron fare me fol për qeveri, sepse tashmë i ka 51% dhe e ka marrë besimin e qytetarëve për të qeverisur dhe madje pa të deklaruar edhe ai, por edhe konjusa se nuk duan ta mbështesin opozitën për muri, për pozitën e presidentit dhe i kërkonin opozitës të ofronte një emër dhe insistonin që ai propozim të mos ishte me libresë partijake. Dhe pak muaj, një muaj, 2 me vonë, jemi në pikën kur Kurti insiston që presidenti të jetë me libresë partijake dhe ta ketë librezën e lëvizjeve vendose. Pra, shumë shpejt, brenda një periudhe të shkurt, unë mendoj se tek tani e tregoj qëllimin fillestar që e ka pasur. Se as në fillim unë nuk mendoj që Kurti ndonjëherë ka pasur për qëllim që vërtet pozitën e presidentit të ja ofronte opozitës. Arsyeja pse po i ban këto lloj manevrime nuk e di, nëse po ka frikë të qeverisë në kuptimin që nuk po don me i marrë disa vendime të mëdha pa e përfshirë dhe dikën, pa e nda barën me dikën tjetër, apo thjesht e ka kuptuar paaftësinë e tij dhe të subjektit e tij politik për të qeverisur, apo është edhe një lojë tjetër, e unë mendoj që kjo e dyta mund të jetë më saktë, që ai përmes këtij veprimi ka menduar që LDK-ja do ta, ose Abdi Gjiku do ta hajs me thonë Karemin, një që pas zgjedhjes së presidentit do ta kishte fare të lehtë që të i shkarkonte me çfarë do lloj arsyetimi, çfarë do lloj shkasi, të shkarkonte dhe sepse i ka votat e mjaftueshme për të qeverisur, pra atij nuk i duhen votat për me qeveris. Pra gjithë këta muaj ai ka luajtur, edhe në këtë pikë ai është i mirë, domethënë lojën e manipulimeve bën më mirë se sa secili lider tjetër. Askush tjetër nuk i vije madje as afër për lojrat e tilla. Në fund, si duket, prap do të shkojmë në zgjedhje dhe tani këtë javë do ta dëgjojmë jo vetëm Kurtin, po gjithë duke fajsuar njëri tjetrin. Gjithë, sidomos zyrtarët e vetëvendosjes, duke fajsuar opozitën, duke thënë se opozita po na çon në zgjedhje. Sa do ta besojnë edhe kësaj here qytetarët, unë nuk e di, por nëse edhe kësaj here besojmë, që është hera tretë që Kurti manipulon keq me qytetarët e vet, qytetarët e vendit vet, atëherë ne jemi shoqëri për të studiuar. Ke fundet shumë po ndryshe si me e spjeguar dita. I ka fitu herën e parë 50%, për 4 vite nuk tregoi rezultatin qeverisje. U fokusuan vetëm në veri. Unë nuk besoj se ka atë shumë progres dhe rezultate spektakulare në veri, megjithatë erë një pikë kur i tham të gjithë, okej, po ta besojmë se ke bë diçka në veri, atje është më mirë.